Në prag të nisjes së maturës shtetërore, Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, zhvilloi një takim me 145 administratorët e provimeve në të gjithë vendin, duke vënë në qendër të vëmendjes rolin kyç që ata mbajnë në mbarvajtjen e procesit. Ministra foli për rëndësinë e administrimit korrekt të këtij procesi. Jeni pjesë e rëndësishme dhe faktor kyç për mbarvajtjen e një prej proceseve më të rëndësishme të sistemit arsimor, maturës shtetërore. Matura shtetërore është pikërisht një certifikat cilësie për sistemin arsimor, një moment i rëndësishëm për nxënësit tanë, për maturantët, pasi ne kemi mundësi që përmes një testi të unifikuar për lëndët që kemi në testim, duke filluar nga gjuha e huaj, tek matematika, te gjuha dhe letërsia dhe tek lëndët me zgjedhje, ne të kemi një evidencë të plot të stadit ku gjendet sistemi arsimor në raport me arritjet e nxënësve. Prandaj matura shtetërore është e rëndësishme në disa aspekte. Pikëpari për të matur arritjet e nxënësve tanë, e dyta për të vendosur urën e komunikimit mes sistemit parauniversitar dhe universitetit, sepse është një moment i rëndësishëm për nxënësit, për prindrit, për të garantuar që përmes këtij certifikimi transparent, meritokratik, me integritet, t'i hapet rruga për zgjedhjen e degëve të studimit fëmijëve tanë, nxënësve tanë, maturantëve tanë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që ne ta garantojmë atë. Duhet që ju, si administrator të provimeve të maturës shtetërore, të ruani dhe të jeni garant të këtij procesi. Manastirliu theksoi se ky proces nuk është vetëm teknik apo administrativ, por pasqyrë cilësisë së arsimit që ministria po ndërton çdo ditë.